Le të themi që euro ka qëndruar në të njëjtat nivele gati që prej fillimit të këtij viti, kanë qenë lëvizje shumë të ulta dhe lëvizje tepër minimale, më i dobësuar dhe më i nënçmuar është dollari amerikan. Në fakt të gjitha këto dhe ekspertët e tregut dhe të fushës i atribuojnë lëvizjeve që vijnë nga tarifat dhe politikat tregtare që Donald Trump po ndjek. Apo shkojmë kështu në një euro tashmë prej fillimit të vitit, ka qëndruar siç e thamë herët edhe në nivelet e 99 lekëve, duket se është vendosur një ekuilibër i ri. Po për të folur mëgjërësisht për gjitha këto çështje, kam në një komunikim të drejtë për drejtë zotin Adrian Civici, ekspert për ekonominë. Mirë se erdhën në Money Report, profesor. Përshëndetje. Profesor, 98.6 lekë këmbehet sot, ka qëndruar thuajse gjatë gjithë prillit euro në këto nivele, pa shënuar lëvizje, po themi të konsiderueshme, do të thotë që fushata nuk po jep asnjë impakt, pra siç ndodh tradicionalisht ka diskutime të gjera që kur ka zgjedhje, ka luhatje të kursit të këmbimit. A është ky ekuilibri i ri dhe nuk ka asnjë impakt, po themi deri më tani? Mendoj që kemi të bëjmë me dy fenomene të veçanta. Fenomenin që ka të bëjë me kursin e këmbimit të lekut me euron dhe ndikimin që mund të ketë fushata për sa i përket parave të hedhura në ekonomi, që në një farë mënyrë nxisin, si thua, stimulojnë konsumin edhe në raste të veçanta mund të provokojnë edhe rritje të inflacionit. Në raport me euron, faktorët strukturor që tashmë janë bërë të qartë se pse është ky kurs i ri, i cili duhet të konsideruar një ekuilibër i ri që nuk besoj se mund të ndryshojë me ditë ose me javë, po është një tendencë më e qëndrueshme disa mujore, për mos thënë edhe ndoshta disa vjeçare në këto përmasa, nëse s'ndodhin goditje të rëndësishme strukturore. Kështu që fushata elektorale, pavarësisht financimeve apo shpenzimeve që bëjnë partitë ndryshme për sa i përket aktiviteteve të tyre, dhe jo vetëm, nuk duket që kanë një lidhje direkte me sasinë e eurove të hedhura në ekonomi dhe përpasoj edhe me ndikimin në kursin e këmbimit. Ndërsa, përsa i përket faktorit si stimulim të konsumit, ose një lloj konsumi specifik që ndodh në fushatat zgjedhore, natyrisht ky fenomen, siç ka ndodhur çdo herë që ka pasur fushata elektorale, ndoshta për masa pak më të vogla, po gjithsesi po ndodhe dhe besoj që do t'japi dhe ai efektet e tij. Pra nëse do kemi luhatje, po themi në vijim, jo domosdoshmërisht i atribuojmë kësaj pjesës të fushatës zgjedhore. Jo, nuk ka lidhje sepse tashmë është bërë qartë që faktori kryesor që ndikon është sasia shumë e madhe e eurove në qarkullim në tregun monetar shqiptar në raport edhe me sasinë e lekut. Kështu që këto fushata nuk është se po sjellin, si thuash, po e shtojnë këtë masë euro për ta hedhur në tregun shqiptar, që përpasoj të ketë ndikime. Dhe nëse do ketë ndikime do shkojnë në një forcim akoma dhe më të madh të lekut, edhe dobësim të euros, nëse në fushat në mënyrë formale ose informale do paguhen ose do shpenzohen euro që vinë nga burimet ndryshme. Le të shpresojmë që mos t'i kemi të pranishëm këto fenomene dhe se edhe pse para ca ditësh nga eksponent Partisë Demokratike u evidentua në raste të tilla, por ndërkohë ecuria e euros, sigurisht këtë vit duket se sezoni turistik do të vijojë edhe më herët, fluksi i shtuar turistësh edhe për gjatë muajve të parë të këtij viti, do ta ndikojë kjo ecurinë e kursit të këmbimit? Po tashmë në ato përmasa që ka qenë edhe viti 2024, që ka qenë një vit rekord nga pikpamja e sezonit turistik, edhe viti 2025, paktën të dhënat e 3 mujorit të parë, tregojnë që është i njëjti fluks në disa aspekte ndoshta edhe pak më i madh. Kështu që po themi presioni i sasisë eurove në raport me masën monetare në lek, besoj që do vazhdojë edhe në 2025, edhe nga sezoni turistik, po edhe nga investimet e huaja direkte, edhe nga dërgesat e emigracionit, prarimit tancat, edhe nga faktorë të tjerë. Kështu që për momentin, duke pas parasysh që edhe vetë euro është një monedë që nuk ka nivel të lartë inflacioni, por inflacioni është tërësisht në kontroll, bile edhe Banka Qendrore Europiane po bën politika monetare në ka lehtësues, pra nuk pritet që të ketë dhe inflacion të importuar, meqense në rreth 70%
aktiviteti tregtare kemi me zonën euro, kështu që unë nuk besoj që mund të ketë luhatje të vogla, sepse ne jemi një treg i vogël që edhe veprime nga njëherë të një biznesit madh ose të një kategori e biznesesh që mund bëhen për arsye të ndryshme ndikojnë në treg, po gjithsesi duket që kemi hyrë në një trend më strukturor, edhe në fakt që nga fundi janari deri tani pak a shumë është konstant kursi i këmbimit të euros me lekun në nivelet 98-99 lek për euro, pra besoj që ato që kemi përmendur shpesh, që tashmë kemi hyrë në një ekuilibër të ri që është i qëndrueshëm, kjo gjë po ndodh. Profesor, vitin e kaluar, Banka e Shqipërisë ka tërhequr nga tregu gati më shumë se 900 milion euro, duke marrë parasysh për të stabilizuar kursin e këmbimit, por edhe për efekt të rezervës valutore. Ka qenë kjo një lloj instrumenti që e ka mbajtur kursin, po themi, të stabilizuar në një farë forme? Jo, shuma e tërhequr është e konsiderueshme, është më e madhja në nivel vjetor të ndërhyrjeve të kësaj natyre që ka bërë Banka e Shqipërisë gjatë gjithë këtyre 32 viteve, po themi. Natyrisht që qëllimi i shprehur direkt, arsyeja është shtimi i rezervës valutore, po kjo nuk përshton edhe faktin që Banka e Shqipërisë direkt dhe indirekt është e interesuar dhe e ka dhe në objektivat e saj stabilizimin e kursit të këmbimit, sidomos kur ai fillon të bëhet cënues për makroekuilibrin financiar dhe monetar të vendit, apo ka ndikime shumë serioze në biznes apo në borxhin publik. Kështu që besoj kjo shumë e madhe e tërhequr ka qenë një faktor që në një farë mënyre ka ndikuar për ta qetësuar pak kursin e këmbimit. Nuk ka pasur fuqi përveç për masat që ka për dhënë një ndikim në rritjen e vlerës e euros në raport me lekun, por gjithsesi një faktor qetësues dhe stabilizues, aq më tepër edhe si efekt, po themi, psikologjik për gjithë aktorët e tregut monetar, sepse kur ke një lloj garancie që edhe Banka Qendrore e ka njërin sy apo kujdeset për këtë lloj kursi këmbimi që ai mos devijojë shumë nga ekuilibri aktual i tregut, natyrisht dhe kjo ka ndikuar pozitivisht për këtë, po themi, qetësim në këto kushtet e reja të kursit këmbimit. Profesor, një koment të fundit do doja për dollarin amerikan, duket se investitorët po humbasin besimin tek moneda e gjelbër, është e gjitha kjo si faktor që vjen nga politikat që Trump po ndjek? Ka shumë faktor që po ndikojnë në këtë moment, nuk janë vetëm politika e tarifave, sepse tarifat vetvete tashmë është e qartë, ndryshe në periudhën e parë kur duk që do ishte një instrument i vetëm që do zgjidhte gjithë problemet, tani po kuptohet që tarifat janë një instrument në një, po themi, luftë tregtare, ekonomike edhe monetare, me përmasa shumë të gjëra se sa thjesht dhe vetëm tarifat, përveç ndikimit që ka sistemi tarifave, por që duhet thënë që me parashtim të disa vendeve për një pjesë është pezulluar për një periudhë 90 ditore për të rinegociuar me shtetet veçanta, po gjithsesi efekti parë i tarifave dhe pritej që të ishte rritja e inflacionit dhe rritja e çmimeve, dhe përpasoj kur rritet inflacioni edhe vlera e dollarit shkon në të njëjtin proporcion, por në sens kundërt me inflacionin. Po problemi më serioz për sa i përket goditjeve, po themi, aktuale që ka dollari si monedhë, ka të bëjë me faktin e një aspekti më geopolitik dhe më geoekonomik të reagimit të disa vendeve, kryesisht ato të vendeve të grupit BRICS, pra me Kinën krye, Indinë, Rusinë, Brazilin dhe Afrikën e Jugut, por edhe me vende tjera si Japonia apo në një vend tjetër që kanë filluar të shesin në mënyrë masive bonot e thesarit në dollar që ato kanë, dhe ç'është më e rëndësishmja, kanë tendencën që të përdorin gjithnjë më shumë moneda të tjera të tyret në gjithë transaksionet tregtare që bëjnë, duke eliminuar dollarin si monedë. Dhe natyrisht kjo ka qenë edhe, kjo është arsyeja edhe e reagimit, mendoj unë, të presidentit Trump në këtë situatë kaq komplikuar të kësaj lufte ekonomike dhe tregtare, për të mbrojtur dollarin nga ky lloj sulmi, po themi, që ka ardhur dhe ka vite që
që përgatitet, aq më tepër që dollari ka qenë dhe mbetet për momentin arma më e fuqishme e Shtetet Bashkuara të Amerikës në gjithë marrëdhëniet ekonomike, tregtare dhe financiare ndërkombëtare. E vepruar në këtë mënyrë, sidomos po të kemi parasysh edhe tendencën e Kinës për të krijuar një sistem SWIFT paralel që përjashton dollarin si instrument pagese, ja ul rëndësinë dollarit edhe vlerën në këtë momente, dhe natyrisht këto ndikojnë direkt pastaj edhe në besimin e investitorëve, ndikojnë në bilancet e shumë kompanive të mëdha që reflektohen në treguesit e bursës, dhe natyrisht reflektohen edhe në situatën e tensionuar që ka në këto momente vendimarrja në Federal Reserve ose Bankën Qendrore Amerikane përsa i përket normave bazë të interesit, ku duket që ka një acarim midis Federal Reserve dhe presidentit Trump, sepse Banka Qendrore Amerikane objektiv ka përveç inflacionit, ka edhe punësimin edhe rritjen ekonomike. Dhe përballë kërcënimeve të mundshme edhe për një recesion apo rritje të papunësisë përveç inflacionit, edhe politikat e saj duhet të jenë shumë më komplekse, po themi jo vetëm bardhëzi, po shumë më me ngjyra se sa thjesht një ndjekje e politikave tregtare dhe ekonomike dhe financiare që po merr administrata Trump në këto momente. Do të kemi mundësi që të ndjekim edhe në vijim këto zhvillime. Profesor Civici, ju falenderoj shumë që ishit sot në Money Report. Faleminderit dhe juve.